Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim për ngjarjen që ndodhi në Big Brother ku Jozi goditi Gjestin, por çfarë ka prodhuar kjo ngjarje? Për të folur më shumë për këtë, ne kemi të ftuar nga Maqedonia e Veriut zotin Tiron Halili, gazetari i Showbizit, por jo vetëm. Tiron, përshëndetje. Përshëndetje Bardi, faleminderit shumë për ftesën. Tiron, ju si e keni parë në syrin e gazetarit ngjarjen e fundit në Big Brother dhe çfarë ka prodhuar sipas jush kjo ngjarje? Ngjarja e fundit në Big Brother ishte një ngjarje e tmerrshme, e dhimbshme dhe shumë e turpshme. Nga kjo ngjarje unë arrita të kuptoj që shoqëria jonë akoma nuk ka arritur të bindë veten e tij apo veten e tyre që bëhet fjalë për një reality show, bëhet fjalë për një lojë dhe kushdo që ta fiton nga ky Big Brother të gjithë janë fitues në fund të ditës. Ajo që ndodhi ishte një ngjarje që na ka kthyer shumë vite pas, ku ne gjithmonë kemi folur vetëm për dhunën, kemi folur vetëm për bullizimin, kemi folur vetëm për situata të këtilla. Na ka kthyer në atë dhimbshmërinë e madhe të ndarësisë së Kosovës dhe Shqipërisë, që për këtë më vjen shumë keq në fakt që po komentohet nëpër të gjitha mediat dhe është një turp jashtë mase i madh. Kjo ngjarje na ka treguar që ne akoma nuk jemi të përgatitur për të dhënë një spektakël të bukur, për të bërë një reality show dhe për ta respektuar pozicionin ton që ne ndrojmë të arrijmë atë famën që themi, sepse unë mendoj që personazhet publik dhe sidomos VIP si shpriten në botën e jashtme, asnjëherë nuk mund të japi një kulturë të tillë. Domethënë ishte një turp që nuk ka ndoshta edhe fjalë për ta përshkruar. Si e komentoni efektin që prodhoi duke krijuar atë lloj ndasie siç thatë ju mes shqiptarëve? Bardi, unë këtu pak i gjykoj edhe mediat, me thënë drejtën, sepse nuk u krijua ndasia në moment, sa u krijua më pas. Sepse mediat duke i dhënë zë kësaj ngjarje pafund, filluan këto amendësimet që shqiptarët e Kosovës e urrejnë Jozin, shqiptarët e Shqipërisë e urrejnë Gjestin. Unë mendoj që Jozi dhe Gjesti janë dy personazhe të vetes së tyre. Unë këtë kam komentuar gjithmonë. Jozi nuk ka hyrë në Big Brother, por njëkohësisht edhe Gjesti nuk ka hyrë në Big Brother për të përfaqësuar shtetin e tyre, qytetin e tyre apo kombin. Tani ne nuk mundemi të themi që laçianët janë njerëz të këqij, pasi që vjen Jozi nga ajo zonë, sepse Laçi ka nxjerr njerëz të mrekullueshëm dhe kanë kontribuar bukur fort në çështjen shqiptare. Por njëkohësisht nuk mundemi tani ne të themi që pejanët janë njerëz provokativ, sepse Gjesti ka përzgjedhur po këtë lojë të bën në Big Brother. Unë mendoj që kjo situata e ndarësisë Shqipëri dhe Kosovë u përdor më së shumti për klikime, duke mos menduar gazetarët që tek publiku më gjerë krijojnë një lloj mlefi dhe një lloj urrejtje të paimagjinueshme. Si e komentoni vetë ngjarjen ku Gjesti shkoi për të hapur derën për Jozin dhe ai ndërmori aktin ekstrem? Tani Gjesti është një djalë spontan. Gjesti, unë jam shumë i bindur që asnjë gjë nuk e bën me kastile, nga që është i vetmi banor në Big Brother që na ka dhënë mundësinë ta ndjekim më shumë se 200 ditë. Edhe kur e kemi mundësinë për ta ndjekur më shumë se 200 ditë, do me thënë mundemi të mësojmë më shumë nga ai njeri. Unë mendoj që Gjesti e ndiqte këtë rrugën e Luizit, nëse mban mend, në Big Brother 2, Luizeli i hapte gjithmonë dyert e banorëve, por ato nuk e kish kuptonin, sepse e pranonin atë realitetin dhe deri ku kanë arritur. Por në këtë rast, Gjesti nuk ja bëri me kastile, ja ka bërë të gjithë banorëve kështu, edhe pse pati një reagim të vogël nga Rozana që mos e bëj, ndoshta Rozana nuk hati diçka më shumë nga të gjithë banorët aty brenda, por gjithsesi nuk kishte një provokim, ashtu siç edhe e quajnë disa nëpër media, kundërdrejt Jozit, sepse nuk është gjë e keqe dikush të hapën derën e shtëpisë dhe nuk është gjë e keqe dikush të thotë natën e mirë. Unë mendoj që do të ishte më e bukur nga ana e Jozit që ta përshëndeste Gjestin dhe të mbante atë fjalën, sepse në Instagramin e Jozit u publikua një moment ku familjarët apo ato të cilët e përdornin Instagramin thonin që Jozi do të jetë me një hyrje ndryshe.
po ne pam një mlef të akumuluar dhe një vetë besim në atë gjë që bëri, duke i thënë vetes së tij që unë e bëra këtë gjë një dola, tash unë e mora hakun tim kundër drejt Gjestit. Mendoj që ka qenë një diçka e pamenduar edhe nga ana e Jozit, një nervoz momentale, një mlef momental, që jam shumë i bindur që tani ka ndryshuar krejtësisht, por ndonjëherë ka ca gjëra që ne sado që ti arsyetojmë në jetë nuk mundemi të pastrojmë veten nga i gabim që ne e kemi bërë. Ndërsa sa për tek puna e Gjestit, nuk ma merr mendja në asnjë mënyrë dhe nuk mundem dot ta pranoj si të mirëqen faktin që Gjesti i bën gjërat në shtëpi që banorët t'i provokon apo t'i vë para aktit të kryer. Si e komentoni faktin që Rozana dhe Laerti u treguan pak të tepër, po themi në momentin që Jozi goditi Gjestin dhe nuk ndërhyn për ta ndihmuar? Okej, kjo është një temë që shumë komentohet. Unë jam kundër kësaj që komentohet, sepse janë në një reality show ku ndiqet me 100 kamera dhe ishte diçka e shumë e shpejt. Tani në qoftë se Rozana ishte e stepur, Egli ishte duke i dhënë dorën Loredanës dhe nuk kuptoheshte se çfarë po bëhet në moment, se ndodhi aq shpejt sa që banorët nuk e imagjinonin dot se çfarë po ndodhte. Dhe edhe ne po të kishim qenë bardhi në të njëjtën ngjarje, unë mendoj që njëherë do t'ishim stopuar të kuptonim se çfarë po bëjmë, më pas do t'ishim afruar dhe Rozana u afrua me njëherë. Unë mbaj mend që Rozana, Gerta dhe Egli ishin banorët e para të cilat u afruan pranë Gjestit, ndërsa Laerti po mbante Jozin që mos bën diçka më të madhe. Edhe ishte Laerti që e hapi derën dhe e kapi Jozin për dorë dhe e nxori nga shtëpia. Nuk e shoh të ktill, unë mendoj që të gjithë banorët u afruan, por ishte një moment aq i shpejt sa që nuk e kuptonin se çfarë bëhej, se ishin edhe në emocionet e tyre, ishin në gjysmë finale, të gjithë ishin ishin në përmendime të ndryshme se kush do të shkon finale, si do të jetë fati jon, kur do dalim ne. Kanë qenë emocionet përzjera dhe për këtë gjë edhe Ledioni nuk e kuptoi në moment se çfarë ndodhi. Ledioni pasi që e kuptoi nga ana e Eglit kur ul në gjuhën që tha ju lutem ndërhyni produksioni, aty e kuptoi që Gjestin e goditi Jozi. Nuk ma merr mendja që është diçka e bërë me kastile, ka qenë thjesht kështu, domethënë nga momenti që kanë dashur të kuptojnë se çfarë është bërë. Po zakonisht nëpër media shikoj që po jepet shumë një kakje tjetër sikur Rozana dhe Laerti e urrejnë Gjestin, edhe pse nuk shohun një dozë të urrejtjes. Si e komentoni faktin që Jozi është parë duke kënduar me shokët ditën e sotme, që si duket e ka marrë me sportivitet gjithçka që ndodhi brenda në Big Brother? Këtë videon, unë e kam komentuar edhe sot, këtë videon ne nuk e dim në qoftë se është video e ditëve të sotme. Pas asaj videos, nëse ne do ta shohim me detaje, ka dekoret vitit ri, do të thënë dekoret Krishtlindjeve. Tani unë me sa di, restorantet shqiptare për festën e Pashkëve të bazohemi këtu, nuk i dekorojnë restorantet me drita. Domethënë aty ishte një dekor me drita. Unë mendoj që kjo videoja është një video e vjetër, ndoshta e vitit ri të kaluar, sepse këtë vit të ri Jozi ka qenë në Big Brother apo e Krishtlindjeve, dhe nuk është një video e tanishme, sepse ajo video është e bërë në Europë, nuk është e bërë në Shqipëri. Të paktën disa nga njerëz aty kuptoj që janë edhe kosovar, domethënë shqiptarët Kosovës. Dhe unë mendoj që kjo videoja nuk është e publikuar as në Instagram të Jozit, as në rrjetet sociale të tjera, dhe nuk mund të themi që është një video e bërë e tanishme, por mendoj që është diçka e vjetër, në të cilën tani këto për klikime dhe për të marrë shikueshmëri e postojnë këtë video. Vetëm nga pamja e videos tregon që nuk është e bërë me tani, sepse nuk ka ndonjë lokal në Shqipëri që mund të ketë dekoret vitit ri, të paktën në muajin prill. Shumë faleminderit për sqarimin Tiranë, sepse nevojitej një sqarim i tillë. Të ndalemi pak te raporti Loredanës me Jozin. Si mendoni, çfarë ka ndodhur në këtë raport dhe çfarë po ndodh aktualisht mes Jozit dhe Loredanës? Okej, Loredana e kishte filluar ta ndjekën Jozin në Instagram, kjo gjë më ra shumë në sy. Do thënë Jozi pati një rritje të frikshme të followersave menjëherë pas ndodhisë së situatës. Kam hyrë e kam studiuar gjën, mendova se mos i ka bler followersat, por ishin të gjithë shqiptar followersat. Unë mendoj që Loredana dhe Jozi nuk do të kenë një vazhdimsi të marrëdhënies së tyre, jo vetëm nga situata që ndodhi, por marrëdhënia e tyre ishte një marrëdhënie e krisur të paktën kritësisht javën e fundit.
Dhe në dhomën e rrëfimit Loredana shprehte pa kënaqësi pafund për Jozin, shprehte një lloj mërzitje me Jozin dhe thonte gjatë gjithë kohës që unë në një moment të vetëm, në qoftë se Jozi sillet kaq keq jashtë shtëpisë së Big Brotherit, unë do të largohem nga ai. Duke qenë edhe familjarët prezente dhe duke qenë familjarët ato të cilët në shumicën e rasteve vendosin për fatin e këtyre personazheve që janë publik, që kanë një ndikim goxha të mirë, unë mendoj që familja e Loredanës është krejtësisht kundër marrëdhënies me Jozit dhe vetëm fakti që Loredana ishte pjesë e dasmës mbrëm në shtëpinë e Big Brotherit, nuk kuptoi që gjithçka mes tyre ka marrur fund. Dhe në një moment të dasmës, unë e kam parë me sytë e mi që Loredana ka përqafuar Gjestin dhe i ka rënë në shpinë duke i thënë që rëndësi të jesh mirë ti, gjërat e tjera pak rëndësi kanë. Dhe nga këtu ne kuptojmë që mes tyre nuk ka më asgjë, domethënë kjo marrëdhënie është mbyllur krejtësisht. Edhe pse ishte një marrëdhënie e thyer për mendimin tim që kur Jozi hyri, më pas tentuan disa herë për të rilidhur, por janë pole krejtësisht të kundërta mes njëri tjetrit. Pra, sipas jush, nuk ka gjasa dhe shanse që kjo marrëdhënie të vijojë edhe jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Në këtë situatë që momentalisht jemi, në asnjë mënyrë nuk e besoj që mund të vijojë si marrëdhënie, sepse Loredanës do t'i ndikonte shumë në karrierën e saj, sepse ne nuk i ndajmë gjërat. Domethënë Loredana u ndikua edhe në natën kur doli nga shtëpia e Big Brotherit, edhe pse nuk kishte asnjë lloj faji. Tani një realitet duhet ta pranojmë. Loredana gjithmonë ka qenë kundër edhe në shtëpi me sjelljen e Jozit, me egoizmin që ai përdorte, me xhelozinë që ai kishte. Domethënë nuk është se ishte pro këtyre sjelljeve, por realisht nuk ishin kaq të dukshme, nuk ishin kaq të vëna në sy. Por për mendimin tim, unë mendoj që marrëdhënia e tyre më ka përfunduar dhe Loredana tashmë do ndjekën rrugën e artit, mendoj që do të ketë fatin të Heidit në një farë mënyre brenda godinës së Top Channel. Tiron, cilat ishin ato momente pikante që ndoshta publiku nuk i ka vërejtur në dasmën mes Eglit dhe Gjestit? Momente ka patur shumë, dasma është komentuar tepër, domethënë ca nga ndjekësit, mos themi ca, po shumica thonë që ishte një dasëm falso. Unë nuk e mendoj që ishte një dasëm falso, unë e mendoj që ishte një dasëm aq e shpejt pas një momenti shumë të dhimbshëm dhe normalisht banorët brenda asaj shtëpie, të cilët ishin të ftuar, me sa e pash ishin shokët më të afërt të Gjestit, edhe Valbona më ranë në sy dhe Loredana, ndoshta pak për të zbutur atë marrëdhënien që jo këto e mbështesin Jozin. Ato nuk ishin të gjithë të disponuar banorët normalisht, sepse askush nuk gëzohet me suksesin e tjetrit, tani realitetin duhet pranuar, por mendoj që ishte një moment shumë i bukur, dasma ishte fantastike, mendoj që është shumë e ndjertë, paktën nga ana e Eglit emocioni ishte shumë i pranishëm kudo në dasmën të cilën u bë dhe në atmosferën të cilën krijohej. Unë Gjestin, me thënë drejt, nuk e kisha parë asnjëherë aq pozitiv, aq energjik dhe nuk e kam parë kur më parë unë Gjestin që të jetë kaq i dhënë pas Eglit dhe të jetë ky djalë romantik. Unë kisha menduar një djalë i cili gjithmonë lufton duke bërë këto gjeste, por gjesti paska dhe një anë krejtësisht tjetër. Ishte dasëm shumë e bukur, unë e besoj vërtetësinë e tyre. Tani ne nuk mundemi të vëmë kokë në dashurinë e tyre se do të jetë e përjetshme, por besoj që të paktën kur do dalin nga shtëpia Big Brotherit, ato do të gjejnë një gjuhë të përbashkët, sepse unë mendoj që Gjesti ka nevojë për një femër si Egli dhe për të menaxhuar qoftë dhe karrierën e tij, por edhe Egli e shoh që është femër që dashurohet në çunat që japin pozitivitet, adrenalin, kënaqësi, dhe këtu e kanë pak edhe gjashmërinë me Olsin. Në momentin kur Egli takoi Olsin e pash një gjest tjetër dhe mendoj që ishte çdo gjë perfekte, ishte një dasëm shumë e ndjerë dhe me patjetër që Remzia dhe Nexhati kanë patur vullnetin për të kënduar, vetëm nga këngëtari dhe atmosfera që bëhet, mund ta kuptosh se çfarë dasme ka qenë. A mendoni se ky raport mes Gjestit dhe Eglit do të vijojë edhe jashtë shtëpisë së Big Brotherit? Sa po e thash, unë mendoj që Gjesti ndjen një lloj përgjegjësie, ka një lloj kulture, prindërit e Gjestit i kanë dhënë një lloj kulture. Mendoj që do të vazhdon kjo marrëdhënie jashtë, edhe pse me thënë drejtën më ka rënë në sy një moment që motra e Gjestit nuk është se ka postuar ndonjë gjë në Instagramin e saj nga dasma e Gjestit edhe Eglit. Shumë pak postime ka patur në Instagramin e Gjestit, krahasuar me motrën e Eglit, e cila ja uroi
Eglit dasmën, duke përzgjedhur edhe një foto me Gjestin. Unë uroj që të vazhdon, sepse janë një çift i mrekullueshëm, mendoj që nuk do të humbin, aq sa humbi Luizi dhe Kiara do të humbën Gjesti dhe Egli në këtë marrëdhënie. Tiron, janë 4 finalist, Laerti, Rozana, Gjesti dhe Loredana. Si mendoni, kush nga këta do të bëjë atë lëvizjen e madhe më 19 prill në mënyrë që të fitojë çmimin e madh? Loredana nuk është finaliste, po të tërheq vëmendje. Okej, është Egli. S'ka gjë. Ndjes. Nuk ka kush do të thënë çfarë do që të bëhet në këtë Big Brother. Big Brother është vulosur më. Gjesti është fituesi i këtij edicionit, është djali që vuajti më shumë se gjithçka. Ndoshta produksioni ka patur plane të tjera, ka patur momente të tjera, por shëpulla me Gjestin ndryshoi gjithçka dhe vulosi një herë për gjithmonë fituesin e këtij edicioni. Dhe unë e kam thënë edhe më herët dhe kam uruar që tani që Gjesti është fituesi i 100.000 eurove në këtë Big Brother VIP 4. Dhe i pyetje fundit, a mendoni se në natën finale Gjesti do të bëj, po themi, një veprim shtesë për të marrë një avantazh më tepër për të fituar çmimin e madh, apo tashmë e ka vulosur? Tani është kjo pikpyetja e Unazës, me patjetër që produksioni e ka ta thyen edhe ato kutinë e Unazës, se nuk ma merr mendja që Big Brotheri të përfundon pa u thyer dhe kjo kuti, se të gjithë jemi kureshtar të shohim se çfarë fshihet në këtë zarfin e kuq pas asaj kutie. Nuk është se do të ketë ndonjë vlerë, po mendoj që për spektakël, për të bërë diçka pak më interesante, ky do të jetë avantazhi që Gjesti mund ta bëjë, që mund të ulet në gjunjë edhe një herë dhe për t'i vënë Eglit Unazën në gisht. Ndërsa ndonjë avantazh tjetër nuk shoh, Gjesti e ka marrë me shumë sportivitet, qetësia më ka rënë në shtëpinë e Big Brotherit, ne kemi pritur këtë qetësinë edhe më vonë të bie, unë kam pritur që në këtë javë të ketë pak grindje, pak hatërmbetje mes banorëve, po jo, e kanë marrë me shumë sportivitet, do me thënë këto 2 grupet, apo këto 2 çiftet, Rozana, Laerti në këtë rast dhe Gjesti dhe Egli, po e përjetojnë shumë bukur këtë gjën dhe thjesht faktit e presin momentin final. Nuk pres diçka wow, vetëm nga surprizat e vllaut të madh që i ka përgatitur për finalen e madhe. Tiron, unë të falenderoj që ishit në Agora News. Kënaqësi, faleminderit shumë. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të radhës, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.